Kur dëgjon sharlatanin Kol Nikolaj që flet si kryetari i sindikatave, mendon se mbron interesat e punonjësve, por faktikisht mbron vjedhjet e pasurive të sindikatës dhe bën pazare me pushtetin për të marrë tendere, koncesione, por edhe miliona nga firmat private me presione për greva. Nëpërmjet kompanisë Kthella SHPK, ku Kol Nikolaj ka aksione në hije, ka marrë tenderin e radhës, këtë herë nga Bashkia e Mirditës, me vlerë 325 milion lek për asfaltim rrugësh të zonës, shpallur më datë 9 mars 2026. Nuk e ndalon askush Kolën të bëjë biznes dhe të marrë tender, pasuri e koncesione nga pushteti lokal dhe qeveria, por ai përdor pozitën dhe presionin e sindikatës, që ka uzurpuar prej 25 vitesh për të bërë pazare e përfituar asete publike. Xhambazit Kol Nikolaj të Konfederatës pseudo-sindikale i ka necur aq mbar pazaret me ministrat, drejtorët e kryebashkiakët, sa kompania Kthella SHPK gjatë 10 viteve të fundit ka marrë 36 milion euro tender, disa në bashkëpunim me firma të tjera. Ndoshta punëtorët nuk e din faktin që përveç tenderve, kryetari i sindikatës së tyre Kol Nikolaj ka marrë koncesion edhe për ndërtimin e 2 hidrocentraleve në selit të Mirditës. Konkretisht në Bardhaj, në Lufaj, Poroj Perlikaj e Lumin Zalli i Tharrit. Sipas dokumenteve zyrtare, janë 2 hecet private të quajtura Bushi dhe Bushi 1, për të cilat kryetari i Konfederatës së Sindikatave Kol Nikolaj figuron aplikues në qeveri për marrjen e licencave dhe lejeve mjedisore në emër të kompanisë Kthella SHPK. Këto hece me të cilët do prodhoj dhe do shes energji për 35 vite, Kol Nikolaj nuk i ka marrë për të siguruar të ardhura për sindikatën apo mbrojtjen juridike të punëtorëve, por për vete si shpërblim nga qeveria me që pengon, manipulon dhe shuan protestat e punonjësve. Për të njëjtat pazare kundër interesave të punonjësve, kryesharlatani i pseudo Konfederatës Sindikale Kol Nikolaj është shpërblyer e vazhdon të shpërblehet me tender deri tani me vlerë totale 36 milion euro. Por punëtorët e dinë që me milionat e zhvatura nga shitjet dhe kontratat e qerave të pasurive të sindikatës, edhe me milionat që u ka zhvatur kompanive pas presioneve për greva, Kol Nikolaj bën jetë luksoze dhe arbohet në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, i shoqëruar nga konkubina ku ka bërë shumë udhëtime e gjasme për interesat e punonjësve.